përdorur, je marrë për gjatë fushatës, e kështu me radhë. I kam shërby, se përdorur më duket pak... Dakor, se nuk po gjeja fjalën e duhur, dhe kemi dhe në momentet tona që nuk gjejmë dot termin e duhur. Ted, në fakt, ka përfunduar procesi numërimit të votave përsa i përket subjekteve dhe kandidatëve në Shkodër. Sigurisht që pritet me interes nga të gjithë ne edhe numërimi i votave përsa i përket votës preferenciale tek diaspora. Po përpara se ndalim te kjo, sepse ti aktualisht je i dyti më i votuar, pra i dyti në qarkun e Shkodrës me votën preferenciale, pavarësisht se kjo, nga çfarë duket nga përllogaritjet e deri tanishme, nuk e di nëse do të ndryshojë diçka, se ka mbetur edhe 6.000 zarfe pa u numëruar ende në këto momentet nga vota e diasporës, apo na raportoi kolega Marsi Koreshi, pa përllogaritur dhe 53.000 zarfe të tjera nga Greqia që nuk di çfarë do ndodh, nuk e di, dua të them nëse do të përbëjnë ndryshim apo jo për Shkodrën. Po kjo për një informacion përgjithshëm për ata që na ndjekin. Përpara se të kalojmë tek kjo dhe te gara në vetvete për Shkodrën, ose tek ajo që Partia Demokratike po e cilëson një farsë elektorale, unë duaja një koment të tëndin, sepse ti ke lënë pas gjithë kontributin tënd në Francë dhe je kthyer për të angazhuar politikisht këtu. Nga Franca, një ditë më parë na erdhi lajmi përmes një deklarate të presidenti Macron që me shumë gjasa, sidomos pas këtij samiti të nesër, Shqipëria është në plan për të shfrytëzuar në këtë rast për burgje me qira. Është kjo një tregues i mandatit 4? Çfarë është kjo? Të hujt ka vite që nuk sillen këtu, siç sillen vendet e tyre, por na trajtojnë ashtu siç trajtojmë ne veten. Dhe ky është rasti i rrallës, dhe fatkeqësisht është edhe më shumë e mundshme dhe më lehtë për ndërkombëtarët që me trajtu Shqipërinë si një kosh plenesh, për sa kohë drejtohet nga tregtar flamësh se Edi Rama. Dhe Macroni, Franca metet vendi i drejtave të njerëzit, sepse në vendet e tyre i respektojnë të drejtat e njerëzit, por ne na trajtojnë siç na shet, pra i pari i vendit ton. Siç na çon në tavolinën e ndërkombëtarëve i pari i vendit ton, si koshi i metorinave dhe problemeve që kanë këto vende. Dhe kjo ka me vazhdu me noll prap dhe çdo herë edhe më keq, për sa kohë Rama e trajton si oborrin ose baçën e tij gjithë Shqipërinë. Dhe ka gjithë drejtën, sepse ai ka ngrit tashmë një strukturë, një mekanizëm që e trajton Shqipërinë si plaçk tjetër. Dhe përsa ku ta trajtojnë si plaçk, edhe ndërkombëtarët kanë me e trajtu si tillë Shqipërinë. Se vazhdimisht ka një shfrytëzim të kësaj situate ose situatave të tilla, sidomos nga ata që bëjnë në Francë, sipas tezave tuaja, nuk mund të jetë një e tillë në fakt, që kjo do thot një mbështetje. A është kjo një mbështetje e Macron për Ramën? Si përmirësohet jeta shqiptarit se vinë këto të burgosonit, apo klandestinët, apo emigrant e Europës në Shqipëri, si përmirësohet... Po lexohet diku dhe si mbështetje politike, themu ndaj Ramës, mund lexohet diku kjo? Jo, mund lexohet si konfirmim i një autokrati si ç'është Rama, që ato vazhdojnë e sillen sikur këtu jetojmë një demokraci normale. Kjo po, konfirmohet një autokraci e cila çdo shqiptar e din që tashmë ekziston. E din, tashmë është edhe dokumentuar, ka shifra manipulimi i votës, ka shifra kontrolli i votës nga bandat, dhe ndërkombëtarët sigurisht që do të sillen si tillë. Është në detyrën tonë për me reagu. Përndryshe do të vazhdojnë sjellja dhe raporti mes ndërkombëtarëve, dhe këto e shesin si dojnë, sepse ka një industri tanë që e përpunon, ju e thot spini, por spini ka mediat që janë kombëtare, lokale, të cilat funksionojnë në mënyrë kapilare për me transmetu të vërtetën që prollohet në bodrumet e kryeministrisë. Por ne kjo po na vjen vetëm 4 ditë nga zgjedhjet e 11 majit. Është kjo parathënia praktikisht e një mandati të 4 për ne? Po, për ndërkombëtarët është vazhdimsi e histerisë që ka vazhduar në 2013 dhe kjo nuk përbën asnjë ndryshim për ta. Thjesht shohin një hapësinë caktuar për me vazhdu projektet e tyre. Kjo nuk ka lidhje me jetën e shqiptarëve, kjo nuk ka lidhje me vazhdimin e kombit shqiptar, kjo nuk ka lidhje me ekonominë e Shqipërisë, kjo nuk ka lidhje as me integrimin e Shqipërisë. Kjo ka lidhje me disa agenda të cilat nuk përputhen me interesat e shqiptarëve. E qartë. Ted, unë përpara se të drejtoj pyetjen e radhës, dhe do doja sigurisht se ne këtë jemi duke bërë si media, jemi duke mbledhur edhe dëshmi, kush më mirë se sa ju në terren mund t'i dini se çfarë ka ndodhur, dëshmi të asaj çfarë ka ndodhur në fakt në proces zgjedhor. Pak minuta më parë, rreth 44 minuta më parë, ti ke publikuar edhe një status në rrjetin social Facebook që do ta shohim tani përmes mendimën e regjisë.